Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Unë jam Gjoni Myrtaj, drejtuesi i këtij emisioni dhe jam këtu së bashku me bashkëtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Doni, përshëndetje dashur miq. Jam shumë mirënjohëse që jemi në një episod tjetër bashkë me ju që na ndiqni dhe shumë faleminderit për mbështetjen edhe vazhdoni ta bëni, ata që s'kan bërë akoma mund të bëjnë subscribe, të na ndjekin në rrjetet sociale dhe pse jo, kush ka dëshirë mund të bëhet pjesë si i ftuar podcast. Është e vërtet, kemi nevojë për mbështetjen tuaj, kështu që nëse ju keni humbur episodet e mëparshme që ne kemi publikuar, shkoni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, aty do të gjeni të gjithë të ftuarit që kemi patur deri tani. Sot ne jemi në episodin tonë të 47 dhe më kanë thënë që kemi një të ftuar tepër të veçantë me një histori shumë të bukur që më mezi po pres ta dëgjoj. Kështu që Nida, a mund të na bësh prezantimin të lutem? Po patjetër, unë kam kënaqësinë që të prezantoj të ftuarën tonë Monika Nure Kodra nga qyteti i Korçës. Monika ka përfunduar arsimin e lartë për gazetari dhe komunikim në Universitetin e Tiranës dhe momentalisht punon si zhvilluese programi në një qendër për fëmijë që quhet Qyteza e Fëmijëve në Korçë. Ajo është njohur me kishën në vitin 2016 dhe që nga ajo kohë ka pasur thirrje të ndryshme si mësuese muzike, presidente e vajzave të reja në DEK në distrikt dhe së fundmi është thirrur si mësuese instituti në distrikt. Monika, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jemi midis juve të dyve. Faleminderit, jemi shumë gëzuar që jemi mes nesh edhe me zor presim të gjejmë nga ty. Ashtu si sot Enida, është vërtet një kënaqësi të kemi një shenjtore tjetër nga qyteti i bukur i Korçës, që është dhe qyteti i serenatave, i romanticitetit. Kështu që unë do të pyesja pa humbur kohë Monika, çfarë mund të na thuash ti për qytetin tepër të bukur e turistik edhe me tradita siç është Korça? Korça është jashtëzakonisht shumë e bukur. Unë madje kam edhe tani në këtë moment që ti më bëre pyetjen, kur unë kam qenë studente në Universitetin e Tiranës, më merrte shpesh malli për qytetin tim, për vendin tim, edhe kam bërë një poezi shumë të bukur. Sakisht po vjen që nuk e kam tash më gati që ndoshta ta them midis jush, po është një poezi që me anë të së cilës unë e përshkruaj Korçën dhe mënyrën si unë e dua Korçën dhe pse unë e dua Korçën. Po është me të vërtet një vend shumë i bukur. Unë në fakt kam lindur në 30 janar të vitit 99 në martinitetin e Korçës dhe ato periudhë kohe të afërmit e mi tregojnë që ende në ajër vazhdonin të dëgjoheshin krismat edhe të shtënat e armëve nga civilët dhe që gjithashtu kishte rënë një dëbor shumë e dendur edhe bënte shumë ftoftë. Do me thënë, një gjë që mua më pëlqen nga Korça është pikërisht kjo fakti që pjesa më e madhe e vitit të gjendet në të ftohtë. Ndoshta ka njerëz që nuk e pëlqejnë shumë të ftohtin, por mua më pëlqen kjo gjë, pra fakti që në Korçë bie borë për shembull, edhe kjo e bën Korçën shumë të bukur. Pastaj, do me thënë, unë kam jetuar në qytetin e Korçës për gati 4 vite. Dhe mbasi prindrit e mi janë divorcuar, unë dhe ime më pastaj jemi larguar sërish, jemi zhvendosur për të jetuar në qytetin e Maliqit. Por ato 4 vite, do me thënë që unë kam jetuar në Korçë, ajo çfarë unë mbaj mend nga fëmijëria ime, për shembull, është që Korça patjetër mbahet për ato zonjat nikoqire që dalin jashtë edhe gjithmonë çdo mëngjes do ta pastrojnë mirë shtëpinë e tyre, sokakun e tyre, rrugët e tyre, do të kujdesen që gjithmonë të jenë mikpritse, do të kujdesen gjithmonë që për fëmijët e tyre, për njerëzit e shtëpisë të tyre të gatuajnë gjëra të mira e të shijshme. Korça ka shumë gjëra për të cilat duhet jetë krenare. Është shumë e vërtetë ajo që
po thoshje ti, unë kisha kënaqësinë që ta vizitoja qytetin e Korçës, po flas para shumë vitesh, ishim në një aktivitet në Kish në fakt, në FSY apo FSY-n, siç e njohim. Edhe ishte tamam në qytetin e Korçës, ishte hera ime e parë, si thua, që po udhtoja në këtë vend, edhe u çudita nga bukuria e vendit, nga malet e bukura, kodrat, gjelbërimi, por diçka që më befasoi ishin tamam njerëzit. Unë e mbaj mend edhe tek restoranti që ishim, Enida ka qenë aty në fakt, edhe mund të dëshmoj për këtë, por njerëzit aty ishin shumë të mikpritur, shumë të dashur, edhe kjo më lam në befasi, edhe di që Korça ka njerëz shumë të mirë, edhe i përgëzoj gjithë njerëzit që janë nga Korça, i përshëndes ata. Doja gjithashtu të të pyesja, se ti fole shumë bukur për vendlindjen tënde, çfarë mund të na thoshe në lidhje me rrethanat ku ti u rrite në Korçë, si kanë ndikuar rrethanat ku ti je rritur në njeriu që ti je bërë sot? Unë do thoja që rrethanat patjetër, por mbi të gjitha edukata familjare është ajo që definon shumë në karakterin një personi. Edhe sikurse e ceka dhe pak më përpara, kur unë kam qenë diku te 4 vjeç, 3 vjeç e gjysmë prindrit e mi janë divorcuar dhe mbas asaj periudhe ne jemi zhvendosur në qytetin e Maliqit, që është shumë afër me qytetin e Korçës. Dhe atë periudhë kohe kur kjo gjë ka ndodhur, më është dashur të shoh nënën time, e cila pavarësisht se vuante, përpiqej fort që mos ta shfaqte atë gjë tek unë, edhe është treguar jashtëzakonisht shumë e fortë, të luftonte shumë për të mirën time dhe për të mirën e shtëpisë tonë. Dhe pavarësisht se nuk ka dashur që ta shfaq këtë gjë tek unë, ne të dyja frymonim së bashku me njëra tjetrën dhe kemi kaluar në për shumë dallgë, le të themi, të jetës, në shumë sfida dhe vështirësi së bashku dhe për këtë gjë jam tepër mirënjohëse Zotit për këto rrethana, sepse jam e sigurt që nëse këto gjëra nuk do të kishin ndodhur, unë patjetër nuk do të isha kjo që jam sot, sepse fakti që ka ndodhur, ajo çfarë ka ndodhur, mua më ka bërë më të fortë edhe si thua më ka rritur para kohe. E vija re shpeshherë dhe vazhdoj dhe e vëre këtë gjë me bashkëmoshatarët e mi, që edhe në atë periudhë kohe kur unë kam qenë një fëmijë, por edhe në ditët e sotshme, kur ulem në biseda dhe më ndodh të dëgjoj edhe të flas me njerëz të afër, me miq e shok, shoh që nëse dikush që ndodhet në moshën time e hedh një hap, sepse ka dëshirë për shembull të bëj diçka dhe do që të provoj diçka, e hedh atë hap pa u menduar 2 herë. Ndërsa unë gjithmonë e kam këtë, si thua, ka ardhur kjo si pasojë e fëmirisë time, jam shumë e matur, jam shumë e pjekur dhe nëse dua të hedh një hap, apo nëse dua që të veproj, të marr një vendim për jetën time, mendohem disa herë përpara se ta bëj atë gjë dhe fakti që kam jetuar së bashku me maman time, por edhe me motrat dhe vëllezërit e saj, ka ndikuar shumë tek karakteri im, sepse për shembull jam rritur midis njerëzish që jo vetëm kanë qenë shumë besimtarë dhe të mençur, por kanë qenë edhe artista. Për shembull, ime më vazhdon ende dhe sot tek kësaj dite, sepse është në moshë të thyer, prapë ajo vazhdon të shkruan poezi. Tezja ime për shembull ka qenë shumë e zonja me gatimet edhe me llogarit. Dajat e mi, njëri nga ta luan në kitar, tjetri pikturon, njëri prej tyre këndon, dikush tjetër është shumë i mirë me historinë e gjeografinë, pra nga gjithë ata unë kam pasur, jam rritur nga njerëz që ka dhënë një shembull shumë të mirë për mua dhe kam pasur se çfarë të marr prej tyre. Dhe kjo patjetër që e ka ushqyer shumë Monikën së brendshmi. Po që patjetër përmes tyre kam kaluar një fëmijëri jashtëzakonisht shumë të bukur. Më kujtohet për shembull gjithmonë ime më që më blinte fustane nga më të bukurat edhe gjithmonë edhe pse ishte e vogël, më lejonte vetë muaj që t'i zgjidhnja fustanet se këtë do të viçja. Më kujtohet për shembull nga fëmijëria ime që i mat nuk dilte asnjëherë nga shtëpia jon atëherë, pa më përkëdhelur edhe pa më puthur, pra nuk largoj kur për në punë
pa qenë afër me mua, më kujtohen ato ditët e bukura me diell në Korçë që nëse gjithmonë kishte diell, e dija që ishte një xhaxhi që gjithmonë atje afër pallatit ton do dilte me ta mollë sheqeri shumë të mira. Dhe unë e dija që do kalonte ai dhe mezi prisja që ai të kalonte dhe unë të blija një mollë sheqeri se i kam pasur shumë qejf. Pra ka qenë një fëmijëri jashtëzakonisht e bukur, po mendoj që përgjithsisht fëmijëria e brezit tim ka qenë një fëmijëri e bukur sepse atëherë nuk ka qenë kjo teknologjia e përparuar edhe nuk ka qenë kjo varësia ndaj teknologjisë edhe ndaj telefonit. Atëherë mbaj mend që lagja jon gëlonte nga zërat e fëmijëve, në çdo mbasditë dilnim edhe luanim lojra pafund me njëri tjetrin. Nuk mbaj mend sa konkurse miti e bukurie zhvillonim atëherë ne vajzat në lagjen tonë. Unë sot e kësaj dite di që ime më ende ruan ato kurorat e misit që unë kam fituar, librat me përralla, revistat që na fusin në atë botën imagjinare. Pra ka qenë një fëmijëri jashtëzakonisht shumë e bukur edhe rrethanat, pra në këto rrethana që unë jam rritur, si thua që kanë ushqyer shpirtin tim edhe sfidat dhe vështirësitë, por dhe bukuritë kanë bërë që të krijojnë Monikën që unë jam sot. Monik, po të ndiqja shumë kërshëri edhe po më dukesh se sikur kisha jetuar dhe unë sa aq bukur e përshkrove, po vërtet e di mendimin ndoshta sa kam thënë, po unë kur të kam parë ty për herë të parë, ka qenë një konferencë në Kishën e Elbasanit, në distrikt, edhe unë ndodha rastësisht aty. Edhe pas që ti dhe një bisedë edhe po mendoja, po kjo vajza duket shumë e re, po më thënë po flet shumë bukur edhe më thënë duket sikur ishte një moshë shumë e pjekur edhe prap thosha jo, ndoshta është e madhe në mos, po ndoshta ka genin, ndoshta duket e vogël, sepse nuk mund të flas kështu një 20 vjeçare e pak, edhe jam habitur vërtet kur kam parë moshën tonë në dokument, kam thënë wow, Monika që ka vërtet e vogël, se vërtet ndoshta rrethanat fëmijëria të kanë dhënë atë pjekurinë që është e rrallë për moshën. Më pëlqeu shumë edhe si fole për mamin, në fakt. Kam përshtypjen duke lexuar nga biografia jote, besoj se ajo të ka afruar rreth kishës dhe besimit. Do doja që na tregoj pak për fillimet e tua në kishë, çfarë tërhoqi dhe si u njohë me kishën. Tani, është një thënie shumë e bukur që thotë që rastësia është mbreti i botës, po për mua nuk ekziston rastësia, për mua rastësia është vetë Zoti. Prandaj këtë thënien të doja ta zvendësoja dhe të thoja që Zoti është mbreti i botës. Sikurse dhe thash pak më përpara, domethënë njerëzit nga ana e mamit me cilët unë jam rritur së bashku me ta, ata kanë qenë shumë besimtar, por ortodoks. Dhe në rritjen time, si thua, ne gjithmonë së bashku me njëri tjetrin bënim plane që unë të mund të pagëzohesha. Por çuditërisht ndodhte që sa herë që ne bënim plane dhe bënim organizime, do ndodhte diçka ose do ndodhte diçka tjetër, unë ose do sëmuresha, do përfundoja në spital nga 1 ose 2 javë, ose diçka nuk shkonte mirë me organizimin, ose domethënë gjithmonë do dilte diçka që do e pengonte. Edhe unë, si të thuash, isha mërzitur pak nga kjo pjesa, sepse unë me figurën e Jezu Krishtit jam njohur qysh e vogël, edhe nëse më lejoni do dëshiroja të tregoja disa histori shumë të lezetshme. Për shembull, kur kam qenë e vogël, ime më afër shtëpisë tonë ishte një kishë e vogël. Por që të shkojë tek ajo kisha, duhet kaloja autostradën, të bëje një rrugë paksa të gjatë që të mund të shkojë atje. Dhe ime më, kur unë kam qenë e vogël, ndoshta sa mund të kem qenë diku te 3 vjeç e gjysmë, 4 vjeç, ime më kishte një ritual të saj që gjithmonë do të shkonte tek ajo kisha dhe do ndiste një qiri. Po ishte e përditshme kjo gjë dhe shkonte së bashku me mua. Dhe një ditë ime më nuk shkon tek ajo kisha, ishte shumë e zënë me punë. Dhe domethënë unë mbaj mend shumë pak të këtij episodi, po edhe siç ma tregojnë mami dhe njerëzit e tjerë, dera e shtëpisë ishte hapur. Shikoj që dera e shtëpisë ishte hapur dhe ime më pa e kuptuar. Unë kisha dalë nga shtëpia, kisha zbritur shkallët ashtu e vogël avash dhe kisha shkuar te kjo kisha vetëm.
Vetëm për fakt, domethënë unë mbaj mend shumë mirë atë kishën se si ishte nga brenda, domethënë falte një paqe, një ndjesi jashtëzakonisht shumë të mirë dhe mua si duket më kishte bërë për vete kjo ndjesi e mirë edhe pse e vogël. Dhe kisha shkuar vetëm dhe ime më pastaj fillon të më kërkojë mua në shtëpi, nuk më gjen. Edhe njerëzit e pallatit atje të lagjes filluan bëhen merak, s'kishin lënë vend pa më kërkuar, gati gjysmore, 1 orë po më kërkonin dhe nuk po më gjenin. Ime më ishte bërë shumë keq patjetër se kush e di ku i kishte shkuar mendja, domethënë. Dhe në një moment vetëm ime më dëgjon një vajzë atje tek pallati që qëndronte shumë me mua, shpenzonte shumë kohë me mua, që thërrejt dhe bërtet emrin tim të madhe sepse më kishte parë mua duke u kthyer. Dhe kishin vërë re që tek rrobat e mia ishin ato piklat e qeririt dhe mami aty kishte kuptuar që unë kisha shkuar tek kisha dhe isha kthyer sërish mbrapsht po vet. Pastaj më kujtohet kur jam rritur ende pak më tepër, kam qenë ndoshta në klasë të parë ose të dytë, mbaj mend gjyshen time, ndjes pas në Amerikën, që më merr përdori dhe më çon tek një kishë që ne kishim atje afër. Edhe më thotë, domethënë përballë nesh ndodhej një ikon shumë e bukur e Jezu Krishtit dhe më thotë që e shikon atë ikonën atje, më tha mua, po i thash shumë ky djali sa i bukur, nana. Shumë i bukur ky djali dhe më thotë ai thotë është Jezu Krishti. Dhe ti thotë ai është Zoti ynë dhe kur ti do t'i falësh domethënë më mëson atë pjesën e kryqit si bëhej kryqi sepse thash që familja nga ana e mamit ishin ortodoks. Dhe pastaj pasi un kam mësuar shkrim e këndim, libri i parë që un kam lexuar ka qenë Bibla dhe kam lexuar gati diku te 75%, 65% të Biblës. Dhe vija re diçka që nëse kur unë kthehesha nga shkolla, nëse unë vija, gjunjëzohesha dhe i lutesha Zotit dhe i tregoja çdo gjë që kisha bërë, domethënë flisja me të sikur të kisha një shok përballë meje. Dhe i tregoja çdo gjë, edhe gjërat që nuk më pëlqenin dhe gjërat që nuk shkonin mirë. Dhe vura re që sa më shumë lutesha, aq më mirë po filloja dhe po ritesha dhe po përparoja në mësime. Dhe aq më shumë gjëra të mira po ndodhnin në jetën time dhe unë ndihesha më e lumtur. Dhe kjo më shtyu pastaj që unë të lutesha më tepër dhe le të themi që atë marrëdhënie me Jezu Krishtin unë si thua e kisha krijuar, e kisha ndërtuar, por ashtu sikurse edhe thash, për sa i përket rastësisë, ndodh një ditë shumë të bukur që Zoti vendosi që të dërgonte misionaret tek shtëpia e mamas time. Unë kam qenë diku tek në vit të dytë gjimnaz, në vit të dytë gjimnaz kam qenë dhe dal nga shkolla dhe ime më telefonon. Dhe më thot, mami thot, ajde në shtëpi, sepse të kam gjetur dy shoqe shumë të mira, janë shumë të bukura dhe janë shumë të mira. Ime më realisht nuk e dinte që ato ishin misionare, ato kanë qenë misionaret e para që hapën degën këtu në Korçë. Nuk e dinte që ishin misionare, thjesht nga që i kishte parë të buzëqeshura, të sjellshme, të mira, dhe mami tregon që i kishte pëlqyer shumë edhe veshja që ato kishin, dhe i kishte ftuar në shtëpi, kishte thënë ejani me mua në shtëpinë time. Dhe më pas unë shkoj, i takoj, e mbaj mend si tani Libby Willie dhe Natalia Miller kanë qenë 2 misionaret e para që kanë krijuar degën e Korçës këtu në Korçë edhe kanë qenë me të vërtet, më thënë për mua dhe për mamin tim nuk kanë qenë misionare, por ato ishin engjëj. Ajo dashuria dhe përkushtimi që ato kishin ndaj Krishtit, si thua, pushtuan edhe zemrën tonë. Dashuria që ato kishin për Jezu Krishtin ishte një shembull shumë i mirë për ne dhe e vinim re që sa herë që ato vinin në shtëpinë tonë, shtëpia jonë merrte një tjetër ndjesi, merrte një tjetër pamje, nuk e di, shtëpia më dukej më e bukur kur ato vinin. Edhe sa herë që ne luteshim, gjunjëzoheshin, ato madje vinin dhe këndonin dhe himne në shtëpinë tonë. Kjo na bënte që të ndjeshim shumë mirë, sidomos më ka bërë shumë përshtypje historia që ato më kanë treguar në lidhje me Joseph Smithin. Edhe un kam diçka tek vetja ime që në momentin që mund të takoj një person qoftë për herë të parë, ose edhe nëse më thuhet diçka qoftë për herë të parë, është shumë e çuditshme, po mund ta kuptoj nëse është e vërtetë ose është gënjeshtër. Pra nëse ti po më thot të vërtetën apo nëse ti po je duke më gënjur mua. E kam këtë, nuk e di, e kam së brendshmi dhe kur ato më kanë treguar historinë e Joseph Smithit, të djaloshit 14 vjeçar që shkoi atje në Kodër dhe u lut dhe kërkoi dhe ai vegimi mrekullueshëm i ndodhi,
pata një ndjesi brenda vetes time, thash, kjo është e vërtetë, kjo që ka ndodhur dhe doja të dija më tepër në lidhje me këtë gjë. Dhe kur misionarit e para më kanë pyetur dhe më kanë thënë Monik, a dëshiron ti të pagëzohesh? Unë jam hedhur përpit nga gëzimi dhe kam thënë që po, unë duhet të pagëzohem se kam shumë kohë që pres të pagëzohem, por gjithmonë do diçka që e pengon, se duket ky ishte plani i Perëndisë. Plani i Perëndisë ishte diçka tjetër për mua. Edhe ka qenë bekim i madh sepse mbas pagëzimit tim jam pagëzuar në 17 mars të në 11 mars të vitit të 2017 dhe jam pagëzuar në liçenin e Pogradecit. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Mbas pagëzimit tim është pagëzuar IMM dhe mbas pagëzimit të IMM është pagëzuar kushuria ime e parë dhe gjithë familja. Historisht shumë e bukur kjo jotja, po ajo që doja dija unë gjithashtu, kam përshtypjen, kuptova nga ajo që ti the që Jezu Krishti të ka qenë gjithmonë një figurë që ti e shikoje shumë, por doja dija një gjë që ty të bëri përshtypje përveç misionarëve dhe të vërtetës që mendon që ato të thanë, çfarë të bëri përshtypje nga kisha që se ti, duke qenë se je rritur një besim tjetër, krishterë për ortodoks, ndoshta nuk e dia, ka qenë për ty e vështirë që ti të ndjesh në të që e ke pasur ndoshta pak si thua hezitim apo me zor po prisje si të the. Jo. Unë personalisht nuk kam pasur kur kam njohur kishën e Jezu Krishtit, shenjtorëve ditëve të mëvonshme, nuk kam pasur asnjë lloj, si thuaç, paragjykimi ose gjykimi ose të bëja krahasime midis të dyjave. Nuk e kam pasur këtë ndjesi brenda vetes time, por ajo çfarë më pëlqente mua nga kisha ishte që njerëzit organizoheshin. Njerëzit vinin në kishë dhe bëheshin bashkë për mbrëmje familjare. Pra më bëri përshtypje që e quhenin mbrëmje familjare, bëheshin bashkë edhe dëshmonin, flisnin, lexonin vargje nga Bibla dhe nga libri i Mormonit, bënin lojra midis njëri tjetrit, ishin shumë të afër me njëri tjetrin, e donin dhe respektonin njëri tjetrin. Më pëlqente shumë që mblidheshim së bashku dhe bënim piknike, shkonim, bënim hiking në mal, bënim gjëra shumë të bukura me njëri tjetrin. Më pëlqente shumë ajo pjesa ku shkonim dhe këndonim himnet nga libri i himneve, pjesa e sakramentit. Ajo ka qenë, domethënë, si thua, gjë që më ka goditur në zemër, ka qenë pjesa e sakramentit. Momentin që unë për shembull kam marrë sakramentin e parë në kishën që u hap këtu në Korçë, atje thash që unë i përkas këtij vendi. Edhe unë do të vi këtu sepse unë i përkas këtij vendi, kjo është shtëpia ime. Se është shumë çështje, si ta them, është çështje ndjesie. Është njësoj si për shembull të shikosh disa njerëz atje dhe janë familjarët e tu dhe e di që atje është familja jote dhe ajo është e jotja, kaq. Duhet të shkosh atje. Po. E ndjeva që ajo ishte vata ku duhet isha unë. Edhe normalisht kjo është ndjesia që ne kërkojmë të gjithë që si të përjetojnë kur bashkohen me një sin, me një lagje, me një deg në kishën e Jezu Krishtit, sepse duhet jetë ta mund se ajo vata që the ose si ajo rrethi familjar ku ti ndihesh shumë konfident dhe ti ndihesh i rahat me njerëzit aty. Edhe po, është e vërtetë, edhe normalisht dega e Korçës nuk ka shumë vite që është hapur. Siç e the vetë, ishte puna misionare që filloi dhe më pas antarët u shtuan dhe tani ju keni udhëheqës në degët, në lagjet tuaja aty, dhe është një bekim shumë i madh. Doja të dija, Monika, si e ke përjetuar ti vetë, domethënë ardhjen në degën e Korçës, një antare të re, dhe ndoshta edhe për kontributin që ti ke dhënë nëpërmjet thirrjeve të ndryshme. Dega e Korçës në fakt është një degë jashtëzakonisht shumë e bukur e distriktit. Dhe në degën e Korçës unë jam rritur jo vetëm rritjen ndër vite, por jam rritur shumë shpirtërisht. Edhe disa nga thirrjet që unë kam pasur mundësinë t'i marr, ka qenë për shembull unë jam drejtuese e muzikës tashmë në Kishë për disa vitesh, duke qenë se kam pak sa eksperiencë në këtë pjesë kur isha gjimnaziste. Gjithmonë kam qenë pjesë e korit të shkollës edhe kam qenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme teatrale, domethënë gjithmonë kam qenë e angazhuar, si thua, nga ana
artistike dhe kjo më ka dhënë një dorë shumë të mirë për këtë pjesë, domethënë për të qenë një drejtuese e muzikës. Gjithashtu kam qenë kam pasur thirrjen si presidente e vajzave të reja në DEK. Tashmë nuk e kam, prej 2 javësh jam liruar, por prej 5 vitesh e kam pasur këtë thirrje dhe ka qenë një bekim shumë i madh për mua. Jam aktualisht presidente e vajzave të reja në distrikt dhe së fundmi kam marrë edhe thirrjen si mësuese për vajzat e reja. Më pëlqeu shumë kjo fotoja që sapo nxore në monitor. Më krijon një ndjesi, më tholle shumë emocione brenda vetes tani me këtë foto që sapo vendose. Edhe nëse ke dëshirë patjetër mund të flas në lidhje me këtë mrekulli, do thoya unë që ka ndodhur. Pranverën e vitit 2024 kam qenë në autobus duke shkuar për tek shtëpia e mamas time. Edhe atë periudhë kohë gjithmonë i lutesha vazhdimisht Zotit që nuk e di, kisha një ndjesi që diçka e mirë do ndodhte në jetën time. Dhe vazhdimisht i lutesha Zotit dhe i thosha të lutem, më jep një frymëzim, më jep një drejtim, një udhëzim, si duhet veproj, çfarë duhet bëj me jetën time dhe më vjen një mendim që nuk ishte imi, por jam e sigurt që ka qenë nga frymë e shenjtë. Vetëm një frazë e vogël edhe më thotë krijoj një grup aktrimi në Kish. Thash, okay, grup aktrimi, pastaj po mendoja me mendjen time, thash, okay, një grup aktrimi, po si ta bëj unë këtë gjë? Dhe menjëherë në ato momente përpara fytyrës time shfaqet fytyra e një zotërie që quhet Andrea Pepi. Ky zotëria është aktor ka qenë më përpara aktor i teatrit të Korçës, tashmë ka dalë në pension, por ende vazhdon të punojë me zel, edhe sidomos ai ka pasur goxha eksperiencë me pjesën e fëmijëve, pasi ka qenë edhe drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve këtu në qytetin e Korçës. Mirëpo unë me to kam një raport shumë të mirë, pasi ai vjen shpesh herë tek puna në të cilën unë punoj, tek qyteza e fëmijëve. Dhe atje si të thuash ne ishim një orë me njëri tjetrin dhe në bisedat tona ai shpeshherë më shprehte dëshirën dhe më thoshte që Monik, un kam dëshirë shumë të vazhdoj të punoj me fëmijë. Nuk ka rëndësi, qoftë edhe vullnetarisht, qoftë edhe falas, po un kam dëshirë shumë që të vazhdoj ta bëj këtë gjë. Dhe menjëherë kur më vjen si të thuash kjo lloj zbulese, më vjen fytyra e tij përpara mendjes time, përpara syve të mi dhe thash, okay, do ta bisedoj, menjëherë nuk e lash pra këtë ndjesinë e mirë që të më largoj. Këtë si thua zbulesë që mora nuk e lash tikte, por kam shkuar dhe kam folur me Andrean Pepi dhe i thash shiko, un kam këtë ide, ti si mendon? Edhe më tha, patjetër Monik, më tha mua, por jo vetëm që do të krijojmë një grup aktrimi në Kish, po pse jo mos krijojmë edhe një grup teatri për teatrin e fëmijëve këtu në qytetin e Korçës. Edhe ne më pas jemi mobilizuar së bashku me bashkëshortin tim, me Florin, kemi shkuar në 11 shkolla të qytetit të Korçës, 11 shkollat nëntëvjeçare të qytetit të Korçës dhe un kam përgatitur disa afishe, disa njoftime për një kurs aktrimi falas që zhvillohej në Kishën e Jezu Krishtit, shenjtorëve të ditëve të mëdhenshme në Korçë. Kemi shkuar nga klasat e 3-ta deri në klasat e 8-ta, klasë më klasë në çdo shkollë dhe së bashku me profesorin i kemi shpërndar njoftimet, i vija re fëmijët që e merrnin shumë me entuziazëm në fillim kur përmendej që ishte falas dhe është një kurs aktrimi, por kur përmendej pastaj pjesa e kishës, e vija re që tërhiqeshin paksa dhe sikur u pezmatova pak brenda vetes time, thash o Zot, po valla do të vinë, valla do të ketë interes, mos ndoshta kjo mund të jetë një lloj arsye që të bëhen mbrapa, por jo. Plani i Zotit ishte diçka ndryshe dhe pati goxha interes, filluan telefonatat e para, filluan regjistrimet e para. Un kam bërë një formular regjistrimi për gjithë fëmijët që dëshironin të ishin pjesë dhe për 3 muaj pastaj jemi mobilizuar shumë fort, ne bënim prova 3 herë në javë me fëmijët në ambientet e kishës dhe ditën e shtunë bënim dhe mbrëmje familjare me gjithë fëmijët ku kishim mundësinë, unë ju jepja mësime e fëmijëve, ju tregoja më shumë në lidhje me kishën dhe gjithashtu ne bënim edhe lojra me njëri tjetrin dhe përveç pjesës teatrale, programi, mënyra se si ishte i ndërtuar programi ishte kjo që fëmijët mësuan vallen. Dhe në fillim fare i gjithë programi hapej me vallen e Elenashit, është një valle tradicionale e Juglindjes.
Dhe më pas ata fillonin me pjesën e tyre aktoriale, një dramë për fëmijë që quhej Pushimet e verës, duke qenë se dhe ne vetë ishim duke punuar me fëmijët përgjatë pushimeve verore. Dhe ishte një pjesë ku ata tregonin më shumë se si fëmijët tashmë duhet jenë më të përqendruar tek familja, më të përqendruar tek libri, duhet të dinë se si t'i respektojnë më shumë njerëzit, të qëndrojnë afër familjarëve të tyre, t'i shërbejnë familjes së tyre. Dhe domethënë drama tregonte se si duhet të merrnin shembuj të mirë dhe si mund të shërbenin më tepër në komunitet. Dhe kjo ishte diçka shumë e bukur. Dhe pas kësaj, pas pjesës teatrale, sërish kishte një vallë dhe në fund ne e mbyllëm të gjithë koncertin ton të bukur me 5 këngë të Krishtera, me 5 himne nga libri i himneve. Edhe ka qenë një bekim jashtëzakonisht i madh. Përgjatë atyre kohëve, ndërsa ne kemi qenë duke punuar me këta fëmijë, dhe ndërsa unë isha duke ju mësuar atyre këto këngë të Krishtera, kam marrë shumë dëshmi të bukura nga të gjithë fëmijët. Edhe sidomos nga një prej tyre që më thoshte që Monik tha, unë sa po kam marrë një mace në shtëpi, ma ka bler mami tha një mace, ma ka sjell në shtëpi, mirë po tha është pak sa e tërhequr, është pak sa e egër dhe me mua nuk është shumë e afruar tha. Por gjithmonë kur unë këndoj këngën për Jezu Krishtin, ajo vjen tha dhe riafër me dhe mbështet kokën tek unë. Domethënë, mund të duken gjëra të vogla ose gjëra feminore, por që për mua kishin shumë vlerë sepse po përpiqesha fort që këta fëmijët së bashku me profesorin jo vetëm t'i edukonin për sa i përket botës artistike, duke qenë se edhe unë vetë kur kam qenë në moshën e tyre jam marr fort me aktivitete të tilla dhe më ka vlerë shumë për jetën time. Por gjëja që ishte më me interes për mua ishte që unë doja që ata të mësonin më shumë në lidhje me Jezu Krishtin, në lidhje me besimin tonë, në lidhje me kishën tonë dhe mendoj që ishte diçka jashtëzakonisht shumë e bukur. Ishte me të vërtetë diçka që Perëndia donte që të ndodhte. Patjetër pati shumë vështirësi. Për një moment mendova që kur ishim në mes të punës, mendova që okay, thash ndoshta kjo ishte diçka nga unë. Sepse ndodhi që pati, domethënë ne kishim nevojë për materiale dhe na nevojite një buxhet i caktuar, por distrikti kishte të pamundur të na ndihmonte për shkak të buxhetit të limituar dhe unë thash si do ja bëjmë, domethënë si mund t'ja dalim. Dhe kam filluar dhe ju kam shkruar për ndihmë të gjithë njerëzve që njihja, edhe që mendova që mund të ndihmonin sadopak, mund të kontribuonin sadopak. Por askush nuk më ktheu një përgjigje dhe pata një moment që jam ulur, kam qarë dhe kam thënë, domethënë e vetmja gjë që mendoja ishin thjesht fytyrat e fëmijëve. Unë doja që ata të ndiheshin mirë, doja që ata të ndjenin dashurinë e Krishtit. Po thash nëse unë ju them që ne bëm deri këtë punë, arritëm deri në mes të punës dhe tani nuk mundemi dot të vazhdojmë më tej. Domethënë po ndihesha jashtëzakonisht shumë keq dhe thash me veten time, okay, unë do argjëroj. Dhe kam argjëruar që dikush ndoshta të mund të na ndihmonte. Kam argjëruar dhe atë ditë që kam qenë duke argjëruar një telefon një telefonat vjen në telefonin tim. E hap dhe më merr një person që nuk dua ta përmend sepse ka dëshirë të mbetet anonim, por që për mua zë si thua figurën e babait, aq e rëndësishëm është për mua. Më telefonon dhe më thotë se ti nuk ke pse mban këtë peshë të vetme. Unë jam këtu për të ndihmuar dhe ne së bashku do bëjmë çmos që kjo gjë të bëhet e mundur. Dhe më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe si thua ajo telefonat për mua ishte një përgjigje nga Perëndia që unë po të shikoj, bia ime dhe ti nuk je vetëm. Ti po e bën këtë gjë së bashku me mua. Dhe ka qenë me të vërtetë një bekim shumë i madh. Sa do doja që ta shikoj edhe më të shfaqjen, jam e sigurt që ka qenë një sukses, se e di që ti e bën. Është në YouTube Benit, edhe mund të ta shohësh nëse dëshiron, ose mund të ta dërgoj unë. Okej, faleminderit. Po jam e bindur që ka qenë sukses jo vetëm ajo shfaqje, por shumë gjëra që bën, sepse i bën me shumë pasion. Po Monik, doja të flisnim pak ti përmende pak disa nga thirrjet që ke pasur, po gjithmonë faktikisht duke të parë ty si shërben me të rinjt ose në udhime në tempull, kam parë se sa e angazhuar je me të rinjt edhe sa për zemër i ke. Edhe
do doja që po të dija pak edhe ndikimin për vetë, sepse kam parë që ti ke shumë ndikim te njerëzit që u shërben, se e bën me zemër dhe tamam si Jezu Krishti, po do doja të dija çfarë ndikimi kanë pasur këto thirrjet në jetën tënde, si e kanë forcuar dëshminë tënde, si të kanë ndihmuar ty personalisht thirrjen dhe kontributi që ke dhënë. Shiko, të gjitha këto thirrje, patjetër që janë thirrje që vijnë nga Perëndia. Nuk mendoj që janë thjesht thirrje që vijnë nga presidentët e degëve ose nga ne vetë njerëzit, pra gjithçka është e planifikuar nga vetë Perëndia dhe ne të gjithë jemi vegla në duart e tij. Dhe për shembull, kur unë kam marrë thirrjen e parë, ka qenë paksa, si të thuash, sfiduese për mua, sepse përpara meje, vajza që kishte thirrjen, ishte jashtëzakonisht shumë e lidhur me vajzat në degën e Korçës, bënte shumë për to, e shikoja që ishte një shembull shumë i fortë për to dhe më thënë i kishte bërë dhe shoqe, përveç se sepse ishte edhe pak a shumë moshatare me to, mund të kishte diferencë ndoshta 2-3 vite. Edhe kjo jepte edhe akoma më shumë ndihmës në atë që bënte, por ajo më pas u largua për në Gjermani. Dhe në ato momente mua më thret presidenti degës në zyrën e tij dhe thotë që Monik, unë kam menduar këtë thirrje për ty, ti si mendon? E kam pranuar patjetër me shumë dashuri, me shumë respekt, por që ishte sfiduese për mua dhe vazhdimisht i lutesha Zotit, thosha Zot si doja bëj, si doja dal, por me kalimin e kohës parë se si Perëndia ishte duke më përdorur mua si një instrument duart e tij. Diçka që e dija fort mirë dhe vazhdoj ta besoj këtë gjë fort është që në momentin që ti merr një thirrje, ti je një instrument në duart e Perëndisë. Dhe që ai të përdori ty, atëherë kur njerëzit më së shumti kanë nevojë për ndihmën e tij hynore, ti duhet të jesh jashtëzakonisht shumë e denjë për të. Edhe pikërisht kjo, pra denjësia përballë ti më bëri që të punoja akoma dhe më fort me veten time, sepse e dija që nëse duhet të ju mësoja të tjerëve për të rinjve në lidhje me Jezu Krishtin, në lidhje me planin që ai ka për gjithë ata, dhe në lidhje me faktin që sa shumë dashuri dhe sa shumë mirësi vjen prej Jezu Krishtit, unë duhet të punoja shumë fort me veten time dhe këto thirrje më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë që unë të rritem akoma dhe më shumë shpirtërisht dhe të jem akoma më afër Jezu Krishtit. Si thua, janë futur me kokë shkrimeve të shenjta, po i them kështu në mënyrë të tillë. Jam një studiuese shumë e rregullt e librit të Mormonës, e librit të Mormonit, e Biblës dhe tashmë edhe doktrina e beslidhjes. Dita ime nuk nis asnjëherë pa lutje, gjithmonë nis me lutje, mbyllet me lutje, kudo ku jam përpiqem të lutem vazhdimisht, kërkoj drejtim dhe udhëzim prej Perëndisë. Dhe kam parë që këto thirrje jo vetëm që më kanë ndihmuar mua si Monik që të jem akoma dhe më afër Jezu Krishtit, edhe të bëhem akoma dhe mirë si person edhe si njeri, por kanë ndihmuar shumë edhe familjen time. Kam parë se si shtëpia ime, familja ime është e mbrojtur dhe e rrethuar prej mbrojtjes hynore të Perëndisë. Kam parë se si Perëndia ka siguruar për mua, kam parë se si Perëndia më ka ndihmuar mua. Edhe nuk ka gjë më të mirë se sa të kesh një thirrje, edhe unë jam me të vërtetë mirënjohëse për gjithë ata njerëz që kanë besuar tek unë, edhe jam mirënjohëse për gjithë zemrat edhe shpirtrat që këta të rinj kanë, sepse janë me të vërtetë fantastik. Janë të rinj shumë të mirë, janë të rinj që Perëndia patjetër i do jashtëzakonisht shumë dhe unë e kam ndier këtë gjë dhe ka një plan për secilin prej tyre. Dhe po. Kaq për sa i përket kësaj pyetje. Jo, e the shumë bukur, ndërsa ti po fliste Monika, sidomos për atë frazën që ne jemi instrumenta në dorën e Perëndisë, është shumë e vërtet kjo, sepse puna e Perëndisë nuk mund të bëhet pa ndërhyrjen tonë, edhe ai na përdor ne që të mund të bëjmë punën e tij, por gjithashtu edhe të bekojmë jetën e të tjerëve. Unë po shkoj atë foton që ti ishe aty me të rinj të rejat në tempullin e Romës, edhe sa gjë bukur është. Po mendoja se sa të bekuar janë këta të rinj të reja për udhëheqësit. Se ndonjëherë nuk është se i komplimentojmë shumë, apo i themi falenderit udhëheqësit, por vërtet që është një bekim shumë i madh që ju si udhëheqës aty si lidera të mund t'i ndihmoni këta shpirtra, këta njerëz, fëmijë të Perëndisë,
që të afrohen me ta. Edhe është një punë e lavdërishme, edhe të përgëzoj për atë që ti ke bërë deri tani, është shumë e bukur. Tani të ndalemi në një temë tjetër, të flasim pak për punën e profesionin tënd. Siç na ka raportuar Monika, ti ke mbaruar shkollën për gazetari në Universitetin e Tiranës, edhe gazetaria ka qenë edhe një nga lëndët e mia të preferuara, edhe një nga ndoshta degët që unë doja të ndisha, po fatkeqësisht po kështu. Kështu që dua të flasësh ti me fjalët e tua që pse zgjodhe këtë profesion apo këtë degë për të studiuar dhe si të ka ndihmuar ajo në jetën tënde. Shiko, ka shumë vendime të rëndësishme dhe kritike që ne na duhet si njerëz të hedhim në jetën tonë. Dhe duket më pas sikur janë pikërisht këto vendime të rëndësishme që definojnë fatin e jetës tonë, por në fakt gazetaria nuk ka qenë dëshira ime e parë. Ose si thua, pasioni i parë që unë doja të ndiqja, pra profesioni i parë që unë doja të ndiqja. Dëshira ime më e madhe ka qenë aktrimi. Pasi kur unë kam qenë një gjimnaziste, për 3 vite të rregullta të gjimnazit, kam frekuentuar vazhdimisht dhe në mënyrë të rregullt teatrin e Pallatit Kulturës të Maliqit, i cili si grup teatral ishte gjithmonë i drejtuar nga Dimitër Orgocka, nga indjeri Dimitër Orgocka, profesori im i dashur, i cili tashmë nuk jeton më, por unë kam qenë jashtëzakonisht shumë e lidhur me të. Ai për mua zinte vendin e gjyshit tim. Kemi pasur një raport shumë të afërt me njëri tjetrin dhe ka qenë ai që, si thua, ka peshkuar talentin tim, ka vënë re diçka të mirë tek unë dhe ka punuar shumë fort me mua për ato 3 vite dhe ishte pikërisht ideja e tij, duke parë pasionin e madh që unë kisha për aktrimin, ishte ideja e tij që unë të shkoja dhe të konkuroja për aktrim. Dhe herë e parë që unë kam shkuar në Tiranë kam shkuar e vetme në Tiranë për herë të parë për të konkuruar për aktrim në Akademinë e Arteve. Isha përgatitur së bashku me profesorin tim që të shkonim të dy së bashku, por pikërisht atë ditë që ne do të largoheshim të dy së bashku, ai nuk u bashkua dot me mua për shkak të një angazhimi tjetër, domethënë të çastit që ishte shumë urgjent dhe nuk mund ta linte dot vetëm, por edhe ai ka qenë njëri shumë besimtar dhe para se unë të shkoja është lutur për mua, përpara se të shkoja në Akademinë e Arteve dhe kam shkuar dhe kam konkuruar dhe kur kam konkuruar gjithçka shkoi shumë mirë, pata shumë komplimente nga juria, edhe më thanë që pse i njeh kaq mirë rregullat e skenës, me kë ke punuar, domethënë i bëri përshtypje përgatitja ime, por sërish pavarësisht se çdo gjë shkoi mirë, në momentin që kam dalë nga ajo derë, pata një ndjesi që, okay, shkoi mirë, por nuk është ky plani i Zotit. Pa çka se nuk u ndjeva mirë, por e pata këtë ndjesinë që nuk ishte kjo gjë për mua, domethënë plani i Perëndis për mua dhe opsioni im i dytë, sepse unë jam me këtë që nëse nuk funksionon plani A, duhet të kesh gjithmonë një plan B. Dhe plani B për mua ishte gazetaria. Mësuesja ime letërsisë, shumë e dashur për mua, gjithmonë më këshillonte dhe më thoshte që Monik, ti duhet që të vazhdosh për gazetari, ti je prerë për gazetari, sepse shkruaja shumë mirë dhe kjo gjë i binte në sy mësuesës sime, po edhe komunikimin e kisha shumë të mirë. Dhe për këtë arsye, domethënë ajo ka qenë si thua shtysa më e madhe për mua për të vazhduar gazetarin dhe nga 13 veta që ishin pranuar, unë isha në Akademinë e Arteve, unë isha e 14-ta. Thash okay, edhe pse ishte një vit shumë e vogël, vetëm për një vend bëj fjalë. Tash okay, unë do vazhdoj me gazetarin dhe kam rrezikuar shumë në fakt edhe për të fituar gazetarin, sepse kam qenë goxha numër i lartë në listë, por nga 5000 ca, ashtu siç u bën renditjet atëherë, unë kam pritur 3 ditë, kam rrezikuar shumë, kam djegur shumë degë të tjera të mira që më dolën vetëm për gazetarin. Me besimin e Zotit jam lutur fort ato 3 ditë dhe kam shkuar në renditje 27-ta. Ka 150 studentë që u aplikuan, që u pranuan atë vit në degën e gazetarisë. Domethënë, gazetaria patjetër është diçka e guximshme, unë mendoj që duhet jesh i guximshëm si njeri që të dëshirosh ta hedhësh hapin për të vazhduar gazetarin. Pasi ka shumë sfida fusha e gazetarisë dhe unë momentalisht patjetër kam
vite më përpara kam bërë shumë praktika për sa i përket pjesës së gazetarisë, edhe kur kam qenë si studente, edhe mbas studimeve të mia. Por le të themi, domethënë edhe për disa muaj kam moderuar një emision që quhej Korça ime, ishte një emision shumë i bukur, i cili kishte si qëllim dhe synim kryesor që të transmetonte traditat, zakonet dhe vlerat që qyteti i Korçës ka përmes personazheve të spikatur, edhe ka qenë me të vërtet një periudhë kohe shumë e bukur. Por le të themi që nuk më ka dhënë dot Korça mundësi të tjera për sa i përket gazetarisë dhe momentalisht unë punoj në një qendër fëmijësh, që quhet Qyteta e Fëmijëve dhe atje kam një program që e kam ideuar unë vetë për fëmijët, zhvilloj një program për fëmijët nga mosha 3 deri në 6 vjeç. Dhe pavarësisht se nuk jam momentalisht në fushën time, në fushën e gazetarisë, edhe pse dua shumë, por nuk jam atje ku duhet jam duke luftuar në fakt për këtë gjë. Por pavarësisht kësaj jam shumë mirënjohëse Zotit për gjithçka që më ka sjellë në tryezë, sepse e di që ai ka një plan për çdo gjë. Ndonjëherë mendoj në këtë formë. Unë kam qenë jashtëzakonisht shumë e dhënë pas gazetarisë. Jashtëzakonisht shumë. Edhe e kam dashur shumë gazetarinë dhe vazhdoj ta dua dhe mendoj që nëse Zoti do e kishte bërë kësmet që unë me të vërtetë të gjendesha në një fushë të sigurt, pra në një pozicion të sigurt për sa i përket gazetarisë, ndoshta nuk do të isha kaq afër me Zotin sikur se jam sot. Kështu që edhe fakti që Zoti më ka ofruar një pozicion pune që ka të bëjë me fëmijët, mendoj që ka qenë përgatitje për mua për sa i përket thirrjeve të mia në kish, sepse më ka dhënë një dorë shumë të mirë për sa i përket kësaj gjëje, kështu që mendoj që të gjitha gjërat janë të lidhura bashkë. Domethënë Zoti i lidh gjërat në një mënyrë të tillë, sepse ai ka planet e veta. Ne si njerëz mund të kemi shumë plane, ëndra dhe dëshira, por Zoti gjithmonë do të na çojë në rrugën që ai do që ne të shkojmë. Vërtet nga ajo që ti tregove të duket sikur Zoti të ka drejtuar ti ku ka qenë më e mira ndoshta për të jo gjithmonë ajo që ti ke kërkuar, po besoj se të ka bërë më të mirë në përgjithësi rruga që Zoti ka zgjedhur. Monik, kjo është një realitet i dhimbshëm, por shumë të rinj kanë zgjedhur që të largohen nga Shqipëria, edhe ti ke zgjedhur të qëndrosh si shumë të tjerë. Je mirënjohës se ke bërë një punë shumë të mirë në Korçë dhe në Shqipëri. Po, çfarë do të thotë për ty kjo zgjedhje? Se nuk është e lehtë, mendoj unë. Të paktën si e shikoj unë për veten time, po edhe për shumë të rinj, nuk është e lehtë që të qëndrosh në Shqipëri, nuk është e lehtë edhe të largohesh nga ajo, po si ka ndikuar në jetën tënde që ti të qëndrosh, çfarë ka pasur Shqipëria që ti nuk e dashur të shkosh diku tjetër? Po, në fakt, unë edhe kur kam qenë vetëm, pra kur nuk kam qenë e martuar, por edhe tani që jam e martuar me Florin, me bashkëshortin tim, patjetër që ka pasur shumë herë momente të vështira, sfida, ku kam menduar që okay, ndoshta më mira për mua është që si shumë moshatarët e mi të shkoja shteti dhe të përpiqem të gjej veten edhe të gjej një mundësi më të mirë se sa këtu. Është sikur se edhe ti, është një realitet shumë i hidhur. Më besojeni kur ta them që mua nuk më ka mbetur përveç kolegeve të mia të punës, nuk më ka mbetur një mik qoftë mua apo qoftë bashkëshortit tim, nuk më ka mbetur një mik apo një mikesh me cilën të mund të dalim për një kafe në thonjza, sepse të gjithë na janë larguar jashtë shtetit. Edhe me të vërtetë është diçka shumë e hidhur. Duket si një lloj epidemie kjo që ose si një lloj trendi kohës që okay, po largohen të gjithë ti iki edhe unë. Dhe patjetër që edhe unë edhe bashkëshorti ime kemi kaluar në përmend këtë si opsion, por mua personalisht diçka që më mban akoma shumë fort në Shqipëri, patjetër ka shumë benefite, nuk ka si vendi jot, nuk ka si gjuhë e nënës, por mbi të gjitha diçka që mua më mban fort këtu në Shqipëri është patjetër kisha, por mbi të gjitha është aroma e nënës. Nëse do shkoja diku tjetër, nuk do e gjeja dot atë aromën e mamas time. Domethënë kjo është ajo që më mban fort, sepse patjetër themi atë që është e vërtet.
në kohët në të cilat ne jetojmë sot është shumë e vështirë të gjesh atë që ti do, të luftosh për atë që ti do, sidomos edhe në vende të vogla, në qytete të vogla, kur të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe gjërat jo gjithmonë funksionojnë me meritokraci. Kjo është për të ardhur keq, por që është një realitet i kohëve të sotshme dhe e kam menduar këtë që shpeshherë, por diçka që vazhdon dhe më mban ende shumë fort këtu në Shqipëri është besimi, kisha edhe mamaja ime. Shumë bukur. Unë do të shtoja vetëm tek ajo që po thoshe, Monika, që pavarësisht se mundësitë aty janë të pakta dhe ti nëse mund të ishe në një vend tjetër, mund të kishe mundësi më të mira, mund të avancoje në karrierën tënde, në pasionet që ti ke, në punët që ti ke. Por pavarësisht kësaj, çdo gjë ka sakrificë dhe sakrifica ndoshta më e madhe është që të lësh vendlindjen tënde dhe të shkosh diku tjetër. Dhe unë si e shoh këtë, duke qenë se unë jetoj jashtë vendit gjithashtu, është ajo mungesa, siç e ti, e vendit tënd, sepse nuk ka si vendi jot. Kudo që të vesh, gjërat ndoshta mund të jenë më mirë, ekonomikisht apo stili jetës, por pavarësisht kësaj ne jemi nga aty edhe do na mungoj. Është ai peshku që është në akvarium, po peshku në fakt mendjen e ka tek oqeani, sa ti është rritur. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po, prandaj. Po unë doja tani të flisim edhe për një temë shumë të bukur. Ti e përmendë disa herë bashortin tënd dhe për ata që na dëgjojnë, ti na ke thënë që nuk është antar i kishës, por është shumë aktiv dhe suportues. Po ai të ka mbështetur me çdo aktivitet në kish, madje të ka shoqëruar edhe në tempull, më kanë thënë. Po. E përgëzoj për këtë gjë, se e di që nuk është e lehtë për dikë që nuk është antar ose nuk është se pranon të gjitha gjërat që ne bëjmë, por të na flisë shkurtimisht që tani që je martuar, çfarë ke mësuar për jetën martësore dhe çfarë ndoshta sugjerimi ti ke për bashkëmoshatarët e tu që nuk e kanë marrë atë hapin e martesës akoma? Po. Unë me Florin jemi njohur në një mënyrë me të vërtet që ka qenë dora e Perëndis për mënyrën se si jemi njohur. Ishte një periudhë kohe që unë domethënë isha në përfundim të universitetit dhe kisha menduar që do të shkoja në një mision, pra dëshira ime ishte shumë e madhe që të shkoja në një mision. Dhe atë periudhë kohe madje kisha folur dhe me presidentin e degës dhe kisha thënë që unë jam duke menduar për të shkuar në një mision. Dhe le të themi që ato kohë nuk dëshiroja fare të kisha të bëja me figurën maskullore, gjithmonë çunave, djemve atë periudhë kohë përpiqesha të shmangesha sepse nuk doja të shpërqendrohesha, si të thuash, dhe ka qenë pikërisht një detyrë, kursi e cila është bërë shkak që unë dhe Flori të mund të njihemi. Një nga pedagoget e mia më kërkon që unë të vi në Korçë të bëj 2 kronika, 2 lajme dhe me anë të këtyre 2 lajmeve unë do të mund të vlerësohesha me notë provimi. Dhe më është dashur të shkoj në një organizim, organizoheshin olimpiada nga studentët ekselent. Kjo olimpiada quhej Roke Shkencën dhe pjesë e këtij organizimi ishte dhe Flori, bashkëshorti im. Dhe kur shkoj atje, bëra të gjitha filmimet, i mora të gjitha planet, detajet, gjitha këto me radhë. Dhe më duhej dikush që të fliste në lidhje me organizimin. Dhe shkoj tek një vajzë dhe i them, a mund të më ndihmosh me një intervistë, ja shpjegoj situatën dhe ajo më drejton gishtin për tek Flori dhe më thot, Flori ishte i vetëm çun, domethënë mund të ishin diku te 30 veta, dhe nga 30 veta vetëm Flori ishte djalë, pjesa tjetër ishin vetëm vajza. Edhe më thotë, shikon atë çunin atje, shko tek ai çuni atje, më tha, sepse jam e sigurt që ai do të jap më shumë informacion nga ç'mund të jap unë, pasi ai është marrë me organizimin. Dhe okej, shkoj me sikletë madh, thash pse duhet të merrem me çuna. Siç të thash, nuk doja fare të merresha me figura maskullore atë periudhë kohe. Shkoj tek Flori, mirë po duke qenë se ishte duke biseduar me pjesën tjetër të grupit, kishin krijuar një rreth, nuk doja që si thua ti shkoja nga përpara dhe i shkoj nga mbrapa. Dhe i kërkoj, domethënë e përshëndes. Në momentin që ai kthen kokën,
është shumë për të çuditur, por kur pash tek sytë e tij, ndjeva që atë fytyrë unë e kisha parë diku tjetër. Mu duk sikur e njihja prej vitesh, mu duk sikur ai kishte qenë me mua për gjatë gjithë jetës time. Është një ndjesi jashtëzakonisht shumë e çuditshme, po kur kam njohur planin e shpëtimit, atëherë kam kuptuar pse kjo ndjesi erdhi tek unë, sepse ne kemi qenë shpirtra, përpara se të vinim në këtë tokë, ne kemi qenë shpirtra të krijuara nga dora e Perëndisë dhe kemi jetuar së bashku me Perëndin në jetën paratoksore. Dhe kur ne kemi qenë në atë cikël jetësor, ne na janë treguar të gjitha sfidat, vështirësitë, çdo gjë që ne do të kalonim në jetën tonë toksore dhe ne kemi rënë dakord me gjithçka që do të ndodhte për hir dhe lavdisë të Perëndisë dhe dashurisë që ne kishim ndaj Perëndisë. Dhe mendoj që kjo ishte arsyeja pse kur kam parë Florin, ishte një ndjesi që nuk e kisha marrë asnjëherë në jetën time. Dhe po, kjo është dita kur ne jemi celebruar së bashku, ka qenë me vërtet gëzim shumë i madh. Për mua ishte gëzim jashtëzakonisht shumë i madh, duke ditur që patjetër ne po bashkonim dashurinë tonë në një mënyrë formale dhe ashtu siç duhet, por mbi të gjitha po bëja një hap dhe një veprim shumë të pëlqyeshëm në sytë e Perëndisë dhe kjo më jepte shumë gëzim. Dhe kështu jemi njohur me Florin. Flori është një djalë jashtëzakonisht shumë i mirë, është si të thuash pak a shumë si unë, por në versionin mashkull. Pra nëse unë do të isha Monika në versionin mashkull, pra do të isha Flori. Dhe Flori është, domethënë kur ju thoni që Flori nuk është antar, domethënë unë nuk e bëj dot diferencë realisht sepse mua Flori është një antar, edhe pse nuk është ende i pagëzuar në kishën tonë, për mua Flori është një antar sepse bën më shumë se sa ç'mund të bëjë një antar. Pra është ndërkohën aktiv, është i përkushtuar, ne çdo ditë lexojmë nga shkrimet e shenjta dhe lutemi së bashku, sikurse edhe ju e thatë ka ardhur dhe me mua në tempull dhe madje të gjithë të rinj që ndodheshin në tempull, ju ka bërë shumë përshtypje dhe çuditeshin kur Flori thoshte që unë ende nuk jam i pagëzuar, madje disa prej tyre i dinin edhe udhëheqës Florin. Pra Flori ka diçka shumë mirë sepse i bën njerëzit shumë shpejt për vete. Të ka Flori, që Flori domethënë i bën njerëzit të ndihen mirë, të ndihen ngrohtë, ju jep atë vendin e komfortit, domethënë i bën për vete njerëzit, por që jeta martesore patjetër nuk është e lehtë, por që patjetër ja sugjeroj çdo kujt, është sfidë me vete, por që ka bekime të pafundme. Zoti na ka krijuar që ne të krijojmë një familje këtu në tokë. Pra qëllimi dhe një ndër planet më të rëndësishme që Perëndia ka për ne është martesa e përjetshme, martesa këtu në tokë, po dhe martesa e përjetshme dhe Perëndia dëshiron që të na shikojë me një partner në krah, ashtu sikurse ai krijoi njerëzit e parë, pra ai krijoi Adamin dhe Adamit i dha edhe një shoqe, pra i bëri të mundur që të vinte dhe Eva më pas. Kështu që martesa është një ndër planet e Perëndisë dhe nëse shtesa ime dhe sugjerimi im për gjithë ata që janë single, për ata që janë beqare ende, unë ju sugjeroj dhe ju ftoj që nëse gjejnë personin e duhur, edhe nëse shikojnë tek ky personi vlerat që Krishti ka, patjetër duhet ta mendojnë martesën, edhe të jetë martesa një ndër planet dhe prioritetet e tyre, sepse është shumë bekim i madh për jetën tënde. Të gjithë ne kemi nevojë për dashuri, të gjithë ne kemi nevojë për respekt, kemi nevojë për mbështetje, kemi nevojë për një krah të ngrohtë dhe kush më mirë mund t'i bëjë të gjitha këto se sa partneri i jetës. Vërtet përgëzoj Monika, jo vetëm ke gjetur njeriu e vetes, por duket sikur ke gjetur shpirtin tënd binjak. Faleminderit. Vërtet, edhe për atë pjesën tjetër që ti the gjithashtu shumë bukur që ai nuk është antar ende, sepse nuk e din kur ai mund të zgjedhë të bashkohet me kishën e Jezu Krishtit, por gjithsesi ai të mbështet ty dhe kjo është gjëja më kryesore do të e rëndësishme. Edhe pastaj zgjedhja është vetjake, ai mund të zgjedhë, po pse mos të zgjedhë ai atë zgjedhje, sepse unë po shikoj që ju po jetoni bekimet e Ungjillit, ai po të shikon se sa bekime ti ke marrë, se sa Ungjilli i Jezu Krishtit ka bekuar, ka ndryshuar ty, edhe është një çështje kohe. Këtu do ta lë, nuk po bëj predikime ose në gjë tjetër,
di që ndoshta një ditë ajo do të Kam një ndjesi që kjo që do ndodhi së shpejti. e tham Kjo të është ndjesja së brendshme. Domethënë, unë si Monik jam e ndërtuar në këtë formë që nuk më pëlqen të imponoj njerëzit. Asgjë në jetën time nuk e kam bërë me imponim as për vete as për tjerët, nuk e kam në karakterin tim. Dhe kur Zoti vetë na ka lënë ne vullnetin e lirë, kush jam unë për të imponuar tjerët? Pra nuk jemi askush. Nuk dëshiroj që, unë jam në kish dhe edhe ti duhet të pagëzosh, pra unë jam pagëzuar edhe ti. Domethënë dëshira ime më e madhe prej zemrës ka qenë që vetë Flori në momentin kur ta ndjej dhe të jetë vërtet i prekur aq thellë në zemër prej Krishtit, të vitet më thot Monik, unë dua të pagëzohem. Për mua ky do të jetë gëzimi më i madh, por që kam një ndjesi brenda vetes që së shpejti, jo shumë vonë do të ndodhe edhe kjo gjë. Unë besoj vërtet e kam ndjerë, isha në tim me tempo edhe e dija që nuk ishte antar, po siç e the edhe ti, edhe pse unë isha e vetëdijshme, nuk isha pse ta vitesh si të rinjt, e shikoja sa i angazhuar ishte, sa ndihmonte, kontribonte, sa i afërt me më thënë, e vërtet te kalonte ato, si thua, shërbesin që mund të bëjnë dhe antarët shpeshherë, vërtet shumë i angazhuar, dhe djalë shumë i thjeshtë edhe mendoj që përveç sa ajo shumë i mirë, Monika ka ditur si të zgjedh edhe jep gjithmonë shumë dashuri. Madje Monik mua kur lexova biografinë, kur flisje pak për këtë temë, do më bëri shumë përshtypje dhe e nënvizova që thoje çdo gjë rreth ti për bashkëshortit tënd ka qenë një bekim për Zotit, dhe është mbështetësi më i madh i imi në çdo gjë që unë marr përsipër të bëj. Dhe mendoj që është sfiduese që partneri, bashkëshorti dhe bashkëshortja mos jenë në kish, por prap mendoj që ti ke dhënë shumë dashuri dhe nuk e ke parë si sfidë këtë, nuk e ke parë si gjë që të mungon, por ke dhënë shumë dashuri dhe kjo nuk duket fare, edhe tek ai reflekton që nuk duket fare sikur nuk është antar kishe, madje është akoma më shumë i angazhuar se shumica, kështu që përgëzim edhe ti për punën që bën edhe që je bashkëshortë e mirë. Faleminderit. Një gjë tjetër që ti na the që është shumë me rëndësi për ty dhe mua më bëri përshtypje, ke thënë që në kohën e lirë të pëlqen që të vizitosh njerëz të tu dashur, madje po flisje me shumë fjalë të mira për të afërmit, për familjen, edhe ke thënë që të pëlqen të vizitosh njerëz të dashur, dhe do doja që të flisje pse zgjedh të shpenzosh kohën tënde në këtë mënyrë pse ka kaq shumë rëndësi kjo për ty dhe lidhjet shoqërore? Shiko, nëse do ma kishe bërë këtë pyetje ndoshta vite pak më përpara, do të isha përgjigjur që në kohën time të lirë më pëlqen që të dal edhe të vozis me biçikletën time, më pëlqen që të shkruaj poezi, të shikoj filma edhe të dëgjoj muzikë pafund. Por nuk është më e njëjta përgjigje. Nuk është më e njëjta përgjigje sepse si thua jam rritur, jam pjekur pak më shumë dhe edhe rutina ime ka ndryshuar tashmë prej vitesh, nuk është më njësoj si dikur atëherë kur unë isha vetëm edhe kur isha ende një studente. Rjeta e jetës ka ndryshuar dhe tani si të thuash koha më duket gjëja më e çmuar. Dhe me të vërtetë kam kuptuar që koha është gjëja më e çmuar. Na i rëmben ajo rutina për ditëshmërinë tonë, të kujdesurit për shtëpinë, të kujdesurit për veten, të shkuarit në punë, angazhimi në punë, më pas sërish në shtëpi, për më tepër dhe thirrjet në kish, dhe ndonjëherë duket sikur nuk mjafton koha për të shkuar edhe për të takuar njerëzit tonë të afërm, për të qenë pranë tyre. Duke qenë se dhe unë kam qenë dhe vazhdoj të jem e lidhur shumë me njerëzit nga familja nga ana e mamit, sikurse dhe e thash më përpara. Dhe një nga gjërat që më së shumti më pëlqen të bëj kohët e fundit, duke qenë se kam qenë shumë e angazhuar këto kohët e fundit dhe nuk kam pasur fort kohë dhe mundësinë për t'i takuar, një nga gjërat që më pëlqen më së shumti të bëj është që të shkoj dhe të ri pranë tyre, të bisedoj me ta, të lutem me ta, t'i dëgjoj ata, sepse në fund të ditës të gjithë jemi njerëz edhe kemi nevojat tona, kemi nevojë që të rim pranë njëri tjetrit, të ndjejmë mbështetjen e njëri tjetrit. Zoti për këtë na ka krijuar. Zoti thotë që, domethënë, kush ka shpirtin e grindjes nuk vjen nga unë, por në momentin që ne jetojmë së bashku, në rim pranë njëri tjetrit, i dhurojmë dashuri njëri tjetrit, ajo është çfarë Krishti do që ne të bëjmë, që të jemi mbështetje.
për njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin. Pra ta duam të afërmin tonë është një nga urdhërimet më të rëndësishme, pra të duam matin, por edhe të duam të afërmin tonë, të duam fëmijën tonë. Dhe prandaj më së shumti, domethënë në fakt janë dy nga gjërat që më pëlqejnë më së shumti të bëj në kohën time të lirë, që të lexoj shkrimet e shenjta. Kjo është bërë një nga hobitë e mia më të mëdha e kohët e fundit, të zhytem në shkrimet e shenjta, sepse më mbush të gjitha boshllëqet dhe errësirat që shpirti im mund të ketë, por që dhe të kaloj kohë me njerëzit e mi të afërm, sepse janë të shenjtë dhe janë të çmuar për mua dhe nuk ka gjë më të bukur se sa ti dëgjosh ata edhe ty japësh komfort atyre. Unë mendoj që ti e përmend pak në planin e shpëtimit që ne kemi qenë më përpara dhe besojmë se do jemi akoma dhe por një gjë që templi mundson dhe plani i Perëndis që ne do t'i ruajmë këto marrëdhënie familjare dhe mendoj që ti e duke bërë tashmë po i ruan ose po e shtron rrugën që tani që të vazhdosh të kesh marrëdhënie të përjetshme me njerëz të dashur dhe të jesh më mirë. Shumë e vërtetë. Monika, në biografinë tënde, ti na ke thënë gjithashtu që një nga gjërat që ty të pëlqen të flasësh është se si Jezu Krishti të ka bekuar ty në aftësitë ose në të gjitha gjërat që ti ke bërë. Domethënë ti jep lavdi Perëndis, Jezu Krishtit për çdo gjë që ti ke thënë. A mund të na thuash me fjalët e tua, domethënë si mendon që roli i Jezu Krishtit bekon dikë që të mund të jetë konfident, që ata mund të bëjnë gjëra të mira, ashtu siç ti ke bërë, domethënë që ata të kenë konfident që Perëndia mund t'i përdori për të bërë punën e tij të lavdërishme. Shiko, ne si njerëz jemi të prirur për të pasur natyrë mëkatare. Pra që në momentin që ndodhi një rënje, që në momentin që Adami dhe Eva mëkatuan, pati një rënje dhe që prej asaj kohe ne jemi të prirur për të pasur një natyrë mëkatare. Pra ne si njerëz kemi gjithmonë tendencën për të qenë egoist, për të qenë krenar, për të hidhëruar shpejt, për të qenë lakmitar, ziliqar, domethënë pavarësisht të gjitha këtyre gjërave, Zoti na do me një dashuri kaq të pafundme, me një dashuri hynore që ndonjëherë deri diku më duket gati e pa mundur për ta kuptuar mënyrën se si ai më do mua dhe mënyrën se si ai na do të gjithëve ne. Domethënë ai na do ne aq shumë dhe na deshi dhe vazhdon të na doj aq shumë saqë ai dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezu Krishtin, në mënyrë që kushdo që do të kishte besim në ta të mund të shpëtohej. Ai e dërgoi Jezu Krishtin në mënyrë që Jezu Krishti të mund të shlyhej në kryq për gjitha mëkatet tona. Pra përmes Jezu Krishtit, borxhi për mëkatin u pagua, borxhi për mëkatet e të gjithëve ne u pagua dhe fakti që më pas Perëndia mundësoi që Jezu Krishti të ringjallej, ky është një faktor që na ndihmon ne më pas që ne të mund të ndërtojmë një marrëdhënie të drejtë për drejtë personale me Jezu Krishtin, dhe në momentin që ne ndërtojmë një marrëdhënie me Jezu Krishtin, ne jemi duke ndërtuar një marrëdhënie të drejtë për drejtë paralele edhe me Perëndinë. Dhe kam kuptuar që prandaj Perëndia e solli Jezu Krishtin, që ne ta bëjmë shok Jezu Krishtin, që ne ta bëjmë vllain ton Jezu Krishtin, që ai të jetë busulla jon, që ai të jetë udhëzimi dhe drejtimi për jetën tonë, që ai të jetë vetë jeta, udha dhe e vërteta. Dhe kam kuptuar me kalimin e kohës që ato urdhërimet që Perëndia na ka dhënë, edhe ato këshillat që na jep, nuk na jep se do të na mbajë të cunguar apo do të na mbajë të mbyllur në kafas, por na jep sepse ka dëshirë që ne të jemi të lirë. Përkundrazi, ai na ka dhënë vullnetin e lirë dhe un kam kuptuar dhe këtë gjë kam gjetur unë, që sa më shumë jam përpjekur të hedh hapa drejt Jezu Krishtit, un jam ndier më e lirë. Un kam kuptuar se çfarë është e vërteta në këtë jetë, përmes njohjes së Jezu Krishtit. Pra, të njohësh Krishtin do të thotë të njohësh të vërtetën në këtë botë. Ka shumë njerëz dhe shumë teorira që thonë që e vërteta është relative, po për mua është e vërteta është vetë Jezu Krishti. Për nëse duam të dimë të vërtetën, nëse duam të kërkojmë të vërtetën dhe lirinë, do t'i gjejmë këto vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe kam kuptuar që nëse unë ndërtoj një marrëdhënie me Jezu Krishtin, kam vënë re që tek unë del një fryt i ri, del në pa diçka akoma dhe mirë. Kam kuptuar që sa më shumë hapa
hedh drejt Jezu Krishtit, aq më shumë dalin në pa vlera dhe virtyte brenda meje që as unë vetë nuk e dija që mund të kisha këto vlera të mira, këto gjëra pozitive tek vetja ime dhe për mua të besosh te Krishti do të thotë ta duash atë dhe t'i përkushtohesh atij. Pëlqen fotoja që sapo vendose, është një foto që unë e kam realizuar ndërsa kam qenë në tempull. Edhe tempulli ka lënë një vulë shumë të rëndësishme për shpirtin tim. Ka ordinanca dhe beslidhje jashtëzakonisht të shenjta që unë kam realizuar në tempull dhe kur kam shkuar në tempull, me të vërtet kam kuptuar se sa fort Perëndia më do, kam kuptuar më shumë në lidhje me planin e shpëtimit. Kam kuptuar se sa e veçantë edhe sa me vlerë jam unë përpara syve të Perëndisë. Kur ti shkon në tempull, të duket sikur bota nuk ekziston më, bota toksore nuk ekziston më. Ndjen një lloj shkëputjeje kur shkon atje në tempull. Ndjen që je vetëm ti, është Perëndia, është fryma e shenjtë, është Jezu Krishti dhe është dora shenjtëruese e Perëndisë sipër teje. Dhe kam shumë dëshmi të bukura për sa i përket tempullit. Kur unë kam shkuar në tempull për herë të parë, të thash ishte pikërisht ajo periudhë që kisha dëshirë të shkoja në një mision. Edhe jam lutur dhe i kam thënë Perëndisë, Perëndi, unë do shkoj ku ti dëshiron që unë të shkoj. Nëse ti e do këtë gjë. Po nëse ti ke një plan tjetër për mua, atëherë më lejo që unë ta di këtë gjë. Dhe mbas jam kthyer nga tempulli, kanë kaluar vetëm 2 muaj dhe unë më pas kam njohur Florin dhe prandaj kam thënë që e di që Flori është një bekim nga Perëndia, pra e kam kuptuar që ky ishte plani që Perëndia kishte për mua. Pra jo të shkuarit një mision, por të krijuarit një familje edhe një marrëdhënie me Florin dhe mbi të gjitha që unë të vazhdoj dhe të shërbeja si një misionare, por në kishën time këtu në Korçë. Wow. Monika, ishte vërtet një kënaqësi të dëgjoja për dëshminë tënde, sidomos tani në fund që fole për tempullin, për shtëpinë e Perëndisë, me kaq shumë dashuri, me kaq shumë fuqi, por dhe besim të plot. Dhe unë do të pyesja sepse të gjithë ne dim që na poshmoshatarët e tanë, ata kanë patur sfida me besimin e tyre dhe unë do të pyesja thjesht shkurtimisht, ndoshta mund të më përgjigjesh një fjalë. Cilat nga gjërat që ti ke vënë re nga Ungjilli i Jezu Krishtit? Mund të jetë një bekim, një parim, një diçka që ti ke parë, e ke ndjer, të cilën ti do thoshe që kjo do jetë gjëja që do më mungonte shumë nëse unë do të largohesha nga Ungjilli i Jezu Krishtit. Cila do të ishte ajo? Dishepullimi, ndërsa ti njeh më shumë Ungjillin e Perëndisë, fjalën e Perëndisë, unë kam kuptuar që qëllimi kryesor i gjithë Ungjillit është që ti të jesh një ndjekës i tij, në plotësinë e tij të madhe dhe të gjithën. Pra, të qenurit një dishepull e Jezu Krishtit. Dhe për mua kjo është, domethënë, ta duash Ungjillin, ta përqafosh Ungjillin, ta njohësh Ungjillin, do të thotë ta ndjekësh Krishtin dhe të bësh një dishepull e Jezu Krishtit dhe një ndjekëse e tij. Ke thënë shumë bukur, mua më duk sikur dhe përgjigjes standarde që ne bëjmë, po unë dua që ndoshta ta përmbledhësh sepse gjithë biseda që ne bëm ishte rreth kësaj, po do doja të dini Monikë, ne dhe dëgjuesit, çfarë do të thotë për ti që ti jesh një shenjtore ditët më vonshme? Shiko, shumë njerëz zgjidhin që ta besojnë Jezu Krishtin sepse kanë dëshirë që të gjejnë shpëtim përmes tij. Pra, e shohin Jezu Krishtin si një shpresë dhe në fakt i tillë është. Por për mua, të pasurit në këto momente të jetës time, të pasurit besim tek Jezu Krishti do të thotë që të jesh një dishepull e tij. Dhe në kapitullin 9 tek Luka është një varg shumë i bukur që më pëlqen edhe që thotë që nëse ti do që të jesh dishepulli im, ti duhet të mohosh vetveten tënde, të marrësh kryqin tim dhe të më ndjekësh mua. Dhe çfarë do të thotë për mua të marrësh kryqin e Jezu Krishtit çdo ditë dhe ta ndjekësh atë në udhën e tij, do të thotë që ti të mohosh vetveten. Dhe çfarë do të thotë të mohosh vetveten? Të mohosh vetveten do të thotë të kthesh dobësitë në forcë,
ose ato zakone, ato vese, ato tradita që nuk të bëjnë ty një person më të mirë, por përkundrazi të dobësojnë ty dhe të bëjnë ty ta lësh veten tënde poshtë, atëherë do të thotë që ato nuk duhet jenë më, po duhet qëndrojnë pas në të shkuarën tënde. Dhe ndërsa unë e kam bërë këtë gjë, jam bekuar jashtëzakonisht shumë dhe për mua kjo është, domethënë që të jesh një dishepull e Jezu Krishtit do të thotë që ti të kuptosh se nuk je duke jetuar thjesht për jetën tënde dhe për lavdinë tënde, po ti je duke jetuar për të kënaqur Perëndin edhe për të kënaqur jo, për të kënaqur, nuk do thoja egon e ti, se nuk ka ego Perëndia, por do thoja që të kënaqësh ato dëshira që Perëndia ka për ty. Pra, Perëndia dëshiron që ne të bëhemi njerëz të mirë. Këtë ka Perëndia. Gjithë qëllimi më madhor i Perëndisë është që ne të përsosemi akoma dhe më shumë dhe të bëhemi më shumë si ai. Kështu që për mua kjo është, jesh një ndjekës e Jezu Krishtit do të thotë që ti ta ndjekësh atë, sado e vështirë të mund të duket jeta jote, sado të vështira të mund të jenë rrethanat e jetës tënde, ti sërish, pavarësisht të gjithave, zgjedh që të jesh me të, ta duash atë dhe të jetosh për të. Shumë faleminderit. Monik, unë e shijova shumë të gjëra nga dëshmia jote, mendova se kisha dëgjuar mjaftueshëm nga dëshmia jote, por kam mësuar akoma më shumë edhe gjithmonë më rrit. Nuk mendoja që do kishte këtë efekt, po jam e bindur që edhe ata që do e dëgjojnë do kenë të njëjtën impakt, po vërtet jam shumë injose për ty, se gjithmonë për mua je si ajo rrezë e diellit, që përpiqet të jap nga ndriçimi i vetë tjerëve. Edhe je shumë frymëzuese dhe je njëri shumë i mirë, si ato lulet që celin që të japin bukurinë e vetë dhe njerëzve. Jam shumë e lumtur që vendos gjithmonë që të shërbesh edhe vendos Zotin të parin, edhe vërtet je shembull shumë i madh për mua. Shumë faleminderit edhe ti për mua. Edhe ti Xhoni për mua. Shumë faleminderit për mundësinë që më dhat. Faleminderit ty për fjalët e tua shumë të bukura. Vërtet ky episod ka qenë shumë produktiv, shumë i frymëzuar, dhe unë mund të them, ndërsa të kam njohur ty gjatë kësaj bashkëbisedimit, që të kam vërejtur që ti je shumë elokuente, e kompozuar dhe shumë e talentuar. Edhe shembulli që mua më vjen në mendje është nga Ungjilli, është ajo historia e talenteve që shumë fishohen, që njëri mori 1 talent, tjetri mori 3 talent. Do mendoj që Nika tani kanë shumë fishuar ato talente dhe ka shumë. Edhe ky është ndoshta mësimi që u mora për veten time. Është çdo gjë që Perëndia na ka bekuar, ne ti shumë fishojmë dhe ti vënë në praktik. Edhe të falenderoj shumë për çdo gjë që ti ke bërë, Monika, dhe për shembullin që ti je, që të vazhdosh të jesh një dishepull e Jezu Krishtit. Faleminderit, shumë faleminderit. Edhe shumë bekime për ju të dy. Faleminderit. Okay. Mirë, ne falenderojmë edhe një herë të ftuaren ton, Monika Nure Kodra, dhe ju miq të dashur që do shohit episod të 47 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Ju ftojmë që na ndiqni emisionin ton në YouTube, gjithashtu edhe në Spotify dhe Apple Podcast. Nëse ju doni të merrni pjesë, na dërgoni një mesazh në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com ose në rrjetet tona sociale. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe ne do të takojmë javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.